Ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në News Hour, unë jam Habi Hoxha, ne do t'jemi së bashku në vijim. Drejtësia e pavën në vend duket motivi pas vrasjes së çiftit Mujeci në Ballëdre të Lezhës ditën e diel. Policia ka identifikuar 3 autorët e fisit Mhillaj si organizator të vrasjes së viktimës dhe bashkëshortes. Kreshnik Mujeci ishte gjykuar për vrasjen e Genc Mhillajt 9 vjet më parë dhe ishte lënë i lirë nga gjykatat, por drejtësia e munguar ja ka lënë kështu fjalën e fundit kriminale gjakmarrjes. Drejtësia e munguar dhe historia e mbetur pezull në dyert e gjykatave konfirmohet jetë motivi që qëndron pas vrasjes së çiftit Mujeci në Ballëdren të Lezhës të dielën e 26 prillit. 3 autor të fisit Mhillaj, mes të cilëve djali i viktimës Genc Mhillaj, vrasja e të cilit solli sagën e gjakmarrjes, organizuan ekzekutimin e Kreshnik dhe Gentiana Mujecit. Renato Mhillaj ishte vetëm 13 vjeç, kur jati Genc Mhillaj ju vra me armëzjarri, i rritur me ndjenjën e hakmarrjes 10 vite më vonë, së bashku me 2 kushurinë e tij, Adriano Mhillaj, 22 vjeç, dhe Florin Mhillaj, 36 vjeç, morën hakun duke ekzekutuar çiftin Mujeci. Makina tip Audi A4, një nga mjetet e përdorura në krim, rezulton në pronësi të Ardit Mhillajt, vëllai i Adrian Mhillaj, një nga autorët e përfshirë në krim dhe i shpallur në kërkim. ABC News mëson se Adrian Mhillaj ishte në kërkim nga policia e Shkodrës për një tjetër procedim penal, ndërsa nga përgjimet ambientale dëgohet teksa flet me Florin Mhillaj për përgatitjet për atentatin. Të tre janë shpallur në kërkim nga ana e policisë. Kreshnik Mujeci ishte gjykuar për vrasjen e Genc Mhillajt 9 vite më parë dhe ishte lënë i lirë nga gjykata e apelit të Shkodrës për mungesë provash. Drejtësia i la kështu fjalën e fundit kriminale gjakmarrjes. Grupit e hetimit ju deshën më pak se 24 orë për të zbardhur dinamikën. Hetimet kanë vijuar me kqyrjen dhe administrimin e të gjitha pamjeve filmike, mbi itinerarinë e lëvizjes së viktimave dhe autorëve, analizimin e çdo prove materiale dhe si rezultat është identifikuar njëri prej automjetëve të përdorura nga autorët i markës Audi A4. Nga dinamika e ngjarjes rezulton se automjeti i markës Audi ka mbajtur në vëzhgim lëvizjet e shtetasit KM. Dhe më pas një automjet tjetër i tipit Volkswagen, pa targa. Dyshohet se ka prej rrugën makinës ku udhëtonte shtetasi Kreshnik Mujeci, së bashku me bashkëshorten dhe personat që ishin në automjet kanë qelluar me breshëri armësh në drejtim të automjetit të tij. Dyshohet se vrasja ka ndodhur për arsye gjakmarrje. Policia vijon operacionin për kapjen e autorëve, ndërsa hetimet janë përqendruar në dokumentimin e plotë të ngjarjes së rëndë që rikthen në vëmendje fenomenin e gjakmarrjes. Një ditë përpara ekzekutimit të tij, Kreshnik Mujeci ishte shfaqur në festën e Shën Markut, një festë e përvitshme fetare që ai organizonte në fshatin e tij. Pikërisht atë ditë, pak orë përpara se të vritej 39 vjeçari, mlodhi miqtë dhe bashkëfshatarët në një gëzim të përbashkët, edhe pse e dinte se fisi Mhillaj e fajsonte për vrasjen 10 vite më parë, ai nuk ruhej dhe lëvizte lirshëm bashkë me bashkëshorten. Pamjet që shihni në ekran i përkasin datës 25 prill 2026, ku prej 4 vitesh në fshatin Koljaka, viktima Kreshnik Mujeci kishte ideuar dhe organizonte festën e Shën Markut. 39 vjeçari njihej si organizator i saj dhe vazhdimisht ftonte fshatin dhe miq të tjerë që ta frekuentonin aktivitetin që mbahej mbi fshatin Koljakaj, aty ku Kreshniku kishte vendosur edhe një kryq të lartë. Ashtu siç e kishte kthyer në traditë edhe në 25 prill të këtij viti, ndërsa familjet festonin fillimisht në shtëpitë e tyre, pas orës 16 festuan të gjithë së bashku. Na keni nderua, ai vlerë më për ne, e feston juve inshallah në mëngjes, e dita e Markut, e jeni me jetë, e keni me jetë gjithë keni. Një ditë përpara se të vritej në atentat, Kreshnik Mujeci i mblodhi sërish të gjithë banorët e fshatit dhe festuan Shën Markun. Ndryshe nga herët e tjera, ai shfaqet në festën e fundit të tij sipas zakoneve të zonës nga kishte prejardhjen, ndërsa mundohej të respektonte mysafirët e shumt. Edhe pse e dinte se fisi Mhillaj e fajsonte për vrasjen e Genc Mhillaj, ai nuk ruhej siç bënte pjesa tjetër e fisit dhe vazhdimisht kur lëvizte kishte pranë vetes bashkëshorten. Makina me të cilën udhtonte çifti Foristrada tip Audi ishte dhuratë e Kreshnikut për gruan e tij. Prokurorët e SPAK po e përdorin paraburgimin si masën e fundit për të hetuarit prej tyre. Në një raportim përpara Këshillit Lartë Prokurorisë për punën e SPAK,
Në vitin 2025, kreu i prokurorisë posaçme Klodian Brao tha se masat arrest në Burg kanë rënë me 53% në krahasim me vitin 2024. Deklaratat e Brahos vinë në kulm të një debati lidhur me nivelin e lartë të paraburgosurve në qeli që ka përcejnë ata me vendim gjykate. Rreth 5 muaj pas marrjes së detyrës, si drejtuesi i prokurorisë së posaçme Klodian Braho raportoi përpara Këshillit të Lartë të Prokurorisë veprimtarinë e strukturës përgjatë vitit 2025, duke u ndalur tek numri i çështjeve që janë hetuar nga organi akuzës, ngarkesa e prokurorëve, pasuritë e sekuestruara në kuadër të hetimeve si dhe tek masat e sigurisë. Përpara qeverisë së prokurorëve, Braho tha se gjatë periudhës janar-dhjetor 2025, masa e sigurisë arrest në Burg ul në masën 53.4%, ku vetëm 3.45% është totali që është lëshuar ndaj personave që u hetuan për korrupsion. Kështu, krahasuar me vitin 2024, masa e sigurimit të arrest në Burg ka pësuar rënje si në vlerë absolute me rreth 53.4% nga 236 raste në vitin 2024 në 110 raste në vitin 2025, ashtu dhe në raport me numri total të masave të aplikuara nga rreth 61% në vitin 2024 në 39% në vitin 2025. Prej totalit të rasteve për vitin 2025, rreth 3.45% e tyre lidhen me vepra penale të korrupsionit. Sekuestrimi i aparateve celular për efekt hetimi është një nga praktikat më shqetësuese që aplikohet nga prokuroria e posaçme. Për këtë Brao tha se që prej vendimit të gjykatës kushtetuese, prokurorët i drejtohen me kërkesë GKK për marrjen të dhënave apo për t'i përdorur ato në hetime të ndryshme. Me daljen e vendimit të gjykatës kushtetuese, prokuroria ka ndryshuar procedurën e qyrjes, sekuestrimit dhe marrjes të dhënave telefonave celular, ku prokurorët i drejtohen gjykatës, jo vetëm në momentin e kontrollit, por edhe për të marrë autorizimin e gjykatës për të marrë të dhënat nga telefoni celular dhe për t'i përdorur ato. Ky është raportimi i parë i Braos përpara Këshillit të Lartë të Prokurorisë, teksa krye prokurori u shpreh se nuk është e nevojshme të ketë ndryshime ligjore, por propozoi se duhet të jetë mbi 50.000 lekë fasha e vlerës monetare që të hetohet nga spaksi organ kompetent. Por për të vlerësuar pasojat e një të paraburgosuri, nuk mjaftojnë shifrat dhe statistikat. Të hënën paradite, në gjykatën e posaçme nisi gjyqi në themel ndaj Ilir Metës dhe të pandehurve të tjerë. Në seancë për herë të parë u lejuan dhe mediat dhe kamerat, të cilat treguan gjendjen e rënduar fizike dhe psikike të ish-presidentit. Për herë të parë në më shumë se një vit e gjysmë në paraburgim, ish-presidenti Ilir Meta u shfaq në kafazin e qelçt të gjykatës së posaçme me një pamje totalisht të ndryshuar nga ajo e tetorit të vitit 2024, kur u arrestua me urdhër të SPAK për 3 vepra penale. Në këtë seancë të parë në themel, trupa e gjyqtarëve pranoi kërkesën e ish-zyrtarit të lartë për të transmetuar në kohë reale në media seancën gjyqësore ku të akuzuar përveç tij janë edhe Monika Kuremadhi, Fatime Kuremadhi, Ema Çoku dhe Piero Xhixho. Pas kafazit Meta hodhi akuza ndaj prokurorëve të çështjes, duke pretenduar se ata kanë montuar një proces me shpifje ndaj tij. Një proces të dukshëm kundër shtetit. Jo kundër presidentit, kryetarët të vendit, me kryeministrin e Republikës. Prandaj, ju ftoj, nga sot e deri në sekondën e fundit, të vishni dhe të transmetoni live të gjithë të procesit. Mbrojtja ligjore ish-presidentit u drejtua edhe një herë gjykatës me kërkesën për të nxjerrë nga kafazi klientin e tij, duke paralelizuar mënyrën se si trajtohet Meta me terroristët e ISIS, që sipas kujtim Cakranit, kështu i turpronin njerëzit në publik. Seanca e parë e themelit zgjati shumë pak pasi gjykata pranoi kërkesën e avokates së Fatime Kuremadhit për të marrë kohë në mënyrë që të shprehet për formën e gjykimit. Ema Çoku dhe Piero Xhixho i qëndruan kërkesës së tyre për të gjykuar me procedurë të shkurtuar. Më herët në seancat paraprake që janë zhvilluar në procesin CESDIA dhe ato të lobimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të ish-lëvizjes socialiste për integrim, Meta dhe Kuremadhi kanë kërkuar procedurën e zakonshme pasi kanë pretendime për provat që janë grumbulluar nga struktura e posaçme. Ndaj ish-çiftit Meta Kuremadhi SPAK kanë ngritur akuzat për korrupsion pasiv, pasrim parash dhe fshehje mos deklarim pasurie. Integrimi ishte në fokus të një takimi të thirrur nga kryeministri Rama me ministrat dhe deputetët e Partisë Socialiste. Ministri i Jashtëm dhe kryenegociatori raportuan mbi ecurinë e negociatave në Bashkimin Evropian, në të cilat Shqipëria ka hapur të gjitha grup kapitujt në 13 muaj, ndërkohë që javën e parë të majit pritet edhe raporti përfundimtar politik për ecurinë e mëtejshme të Shqipërisë në negociatat për integrim. Integrimin Bashkimin Evropian krye fjala e mazhorancës socialiste në mbledhjen e radhës të zgjeruar.
Mes qeverisë dhe grupit parlamentar të Partisë Socialiste, fokusi kryesor ishte vetëm objektivi i Shqipërisë për antarësimin në Bashkimin Evropian. Me dyert të mbyllura, Rama kërkoi vijimin e fushatës së informimit të qytetarëve për procesin e integrimit, si fazën finale të mbylljes së negociatave, por edhe sfidave të përbashkëta. Ai u tha deputetëve të jenë më të pranishëm në terren, të bashkëpunojnë me pushtetin lokal dhe sa më shumë dialog me grupet e interesit, si përmarrës dhe fermer, që të përgatiten për këtë fazë me kryesfidë sigurinë ushqimore. Një raportim të veçantë para kabinetit dhe deputetëve për ecurinë e negociatave me Bashkimin Evropian e patën dy ministrat, ministri i jashtëm Feri Toxha dhe kryenegociatorja Majlinda Dhuka, kurse në një pjesë të mbledhjes u diskutua edhe për vijimin e aktivitetit partijak në prag të 35 vjetorit Partisë Socialiste. Nën drejtues Partisë Socialiste bën një raportim mujor për turin punët për Shqipërinë, kurse tre të tjerë, Niko Peleshi i Koçës, Bledi Çuçi i Vlorës dhe Erion Mala i Kuksit, munguan sepse kanë udhëtuar me delegacion në Dublin, pasi Irlanda do të marrë presidencën e Bashkimit Evropian për 6 mujorin e dytë të vitit 2026. Mazhoranca socialiste do të vijojë të ketë prioritet edhe për muajin maj integrimin evropian. Më 5 maj do të votohet në Parlamentin Evropian raporti përfundimtar për Shqipërinë sa i përket vitit 2025. Po ashtu në Parlamentin Shqiptar do të diskutohet dhe votohet edhe raporti i fundit i qeverisë për ecurinë e integrimit evropian për vitin 2025 dhe 4 mujorin e parë të vitit 2026. Muaji maj përkon edhe me ditën dhe javën e Europës. Turizmi në Himar po zgjerohet për te i detit me interes në rritje për zhvillimin e zonave malore. Paketa e maleve ka nxitur qindra aplikime duke treguar orientim drejt turizmit rural. Autoritetet vendore shohin këtë si një mundësi për zhvillim të qëndrueshëm gjatë gjithë vitit. Himara për te i tërheqjes së turistëve të huaj e vendas që shijojnë Bregdetin, ka në fokus edhe zhvillimin e turizmit malor e rural. Kryetari i Bashkisë së Himarës, Vangjel Tavo, tha se ka pasur interes të shtuar për të realizuar projekte në kuadër të paketës së maleve, ku deri më tani në këtë bashki janë regjistruar më shumë se 300 aplikime. Janë rreth 300 aplikantë në gjithë bashkinë, rreth 300, mund të jenë pak më pak, pak më shumë. Duhet të kesh pjesë të trashëgimisë tënde, një sipërfaqe kullësore ose pyjore ose mal pra, ose ta kesh në posedim prej më shumë se 10 vitesh me kritere dhe me dokumenta ligjor shtetëror, pra nuk duhet mendoj njëri që u hap kjo paket malesh dhe unë do vi nga Gjirokastra dhe do marr një sipërfaqe për ta zhvilluar në Himar. Kjo nuk do të ndodhi. Çelja e sezonit turistik për këtë vit në Himar pritet që të bëhet në fillim të majit. Megjithatë, sezoni duket se ka nisur më herët, pasi muaj prill ka shënuar një numër të lartë turistësh. Ka mbi një muaj ku vizitorët e parë kanë filluar të vinë në Himar dhe mund t'ju them që në muajin prill, që në fillim të prillit, hotelet që janë të hapura janë pothuajse të gjitha të rezervuara. Pritet që këto ditë të hapen dhe pjesa tjetër e kapaciteteve akomoduese që ka hotelerike, pra që ka Himara, sepse me të vërtet ka një kërkesë të shtuar në krahasim me një vit më parë. Për këtë vit, në Himar është konfirmuar një rritje e numrit të njësive akomoduese, ndërsa 49% e hapësirës së plazheve në Himar do të jenë publike në dispozicion të banorëve dhe turistëve vendase të huaj. Partia Demokratike shkrin degën e Fierit pasi pranoi krizën e thellë organizative që pas humbjeve në zgjedhjet e 11 maj. Drejtuesit e degëve kanë dhënë dorëheqjen, ndërsa kryesia nuk funksionon. Rënimi i kësaj dege në një qark ku socialistët kanë arritur fitoren rekord më të thellë, ndodh më pak se një muaj nga zgjedhjet që do ta lënë Berishën krye të partisë. Partia Demokratike ka pranuar zyrtarisht krizën e thellë organizative në degën e Fierit duke ndërhyrë me një vendim posaçëm të kryesisë për të shpërndarë de facto strukturat aktuale drejtuese dhe për t'i zëvendësuar ato me një grup pune prej 43 anëtarësh. Në vendimin që mban datën 24 prill thuhet se kjo lëvizje vjen për shkak të situatës problematike në degën e Fierit pas humbjeve në zgjedhjet e 11 majit të 2025-s, shoqëruar me dorëheqje të drejtuesve të degës dhe mos funksionimin e kryesisë. Në dokument thuhet qartë se një pjesë e konsiderueshme anëtarëve të kryesisë
partisë nuk kanë qenë aktiv, çka ka sjellë paralizimin e strukturave lokale të partisë. Kryesia e Partisë Demokratike ngriti një grup pune që do marrë përkohësisht funksionet e kryesisë së Degës dhe do drejtoj procesin e analizës, reorganizimit dhe përgatitjes për zgjedhjet e reja. Në krye të këtij grupi është komanduar Ardian Ferro, i cili do ushtrojë funksionin e kryetarit të komanduar të Degës. Sipas vendimit, grupi i ri do ketë afat deri në 30 shtator 2026 për të përfunduar analizën e brendshme, rifreskimin e strukturave dhe organizimin e zgjedhjeve nga seksionet deri te kryetari i ri i Degës. Enkeleda Veliu, Gentian Koçi dhe Altin Maloku janë 3 kandidatët për të marrë drejtimin e Partisë Demokratike në Fier. Ndërkohë paralelisht po zhvillohet dhe procesi zgjedhor në degët e tjera të qarkut. Zhvillimet tregojnë se Partia Demokratike në qarkun e Fierit po kalon një fazë ristrukturimi, ku nga njëra anë pranon publikisht krizën në degën kryesore të Fierit. Në okulistikën e qendrës spitalore universitare në Tiranë trajtohen me një injeksion të veçantë rreth 700 pacient të rinj çdo vit me problemet të retinës. Injeksionet kryen falas dhe në varësi të diagnozës që ka pacienti. Deri tani të tilla injeksione mund kryeshin vetëm në klinika private kundrejt çmimeve të shtrenjta. Shtohen persona të cilët shfaqin probleme me shikimin për shkak të sëmundjeve që prekin retinën. Rreth 700 pacientë rinj çdo vit trajtohen me injeksione në shërbimin e okulistikës në qendrën spitalore e Nën Tereza në Tiranë për 3 diagnoza kryesore. Ne kryejm afërsisht 700 raste të reja pacientësh çdo vit. Dhe trajtimet bëhen për smur diabetik në fazat avancora me edem makulare, për të smurit që kanë plakjet parakoshme të retinës, dhe për të smurët që kanë tromboza intraretinale në pjesën e syrit. Këto injeksione shpëtojnë pacientët nga humbja e shikimit. Është një zgjidhje efektive, marrim rastin e diabetikëve që janë dhe rastet më të shpeshta. Kemi grumbullim të likidit të ujit në shtresat e retinës, gjë që sjell ulje drejt për drejt pamjes. Kjo shoqërohet edhe me hemoragji dhe injeksioni kryen thithjen e edemës makulare që i quajmë neve, dhe ul avancimin e sëmundjes. Përgjithsisht plakja parakoshme ndodh tek të smurt një farë moshe, pas moshës 65 vjeç përgjithsisht, edhe ajo është një diagnozë që nëse nuk trajtohet çon drejt verbimit absolut. Të smurt që janë për vite me aterosklerozë apo me probleme të hipertensionit apo me dislipidemit kanë një incidencë më të lartë për të shkaktuar tromboza retinale. Këto tromboza bën ulje më njëhershme të pamjes dhe kërkojnë trajtim më njëhershëm me injeksione intravitrale. Injeksionet kryen pa pagesë dhe në varësi të nevojës që ka pacienti. Nëse se injeksionet intravitrale do kryeshin privatisht, ka një kosto relativisht të lartë, pasi vetëm injeksion kushton mbi 500.000 lekë për njërin sy. Për fatin tonë të mirë, to realizohen në qendrën spitalore universitare. Pacienti duhet ta kryejë injeksionin në parë gjendjes, por përgjithsisht fillohet në çdo muaj, kryejë injeksionin intravitral, dhe pastaj sipas nevojave të secilit pacient. Për të përfituar, pacientët që kanë të tilla nevoja duhet të ndjekin sistemin e referimit. Është mjeku i familjes që i rekomandon konsultën tek specialisti i rrethit, e ky i fundit i drejton në qendrën spitalore e Nën Tereza në Tiranë, ku mjekët e shërbimit të okulistikës vendosin për trajtimin. Kjo gjithçka e përgatitur për NewsHour, unë ju rikujtoj si gjithmonë adresën tonë zyrtare të webit abc.news.al, ku ju mund klikoni dhe të njiheni në çdo kohë me lajmet më të fundit, po dhe të na ndiqni përmes valve të radios në 105 FM. Vjoni qëndroni me ne, pas pak vjen kolegja Jeta Kasemi me Faqa 4. Faleminderit për vëmendjen.